kanë dëgjuar performancën, sidomos tani pas lansimit të videoklipit zyrtar të Shkodrës Elektronike, përfaqësues të Shqipërisë në Eurovisionin 2025. Shkodra Elektronike, ky kombinim i dy këngëtarëve fantastik, të cilët u bën bashkë për të sjellur dhe për të interpretuar, për të marrur gjithë zemrat e jurisë në festivalin e këngës, të cilët po bëhen gati, besoj nuk e di janë nën ethe, është akoma herët, çfarë komente po marrin, dhe më e rëndësishmja është dua të di se si ju duket atyre performanca e arbrit. Pa mundësi që të jenë të dy bashkë, pasi jetojnë në dy vendet të ndryshme të Italisë, njëri në Milano e tjetri në Venecia, unë do i kem përmes një lidhje që në vazhdim do të na ndihmojë që të kuptojmë më tepër se si janë ata dhe si po shkojnë përgatitjet. Më lejoni që t'ju përshëndes Beatrice Gjergji dhe Kol Laca. Përshëndetje! Përshëndetje, ciao! Tung, si ju kam përshëndetje nga Prishtina? Tung, na jena mirë. Ku e kështë nime të knua djalin e ma mirë jena. Si ju duk, më tregoni. Fantastik. Zot me kollushëm. Falemderit shumë, edhe Arbri po thot falemderit në emër të ti. Arbri më tha që kjo që nga një këngë shumë sfiduse për të këndu, keni ndonjë koment i bëni rreth kësaj? Po kishte mujt me kënu Arbri pjesën teme që nuk është atë shumë sfiduse. Në pjesën e vetërisht. U munduam që ta gjysmonim performancën për shkak të minutave televizive, di që na kuptoni të kjo pjesa. Uroj të jeni mirë, të buzëqeshur po ju shoh, dhe siç po ju thoja edhe shikuesve tani, me qenë se para pak ditësh u publikua edhe klipi zyrtar i Zjerm, kësaj këngë që po jep Zjerm kushdo që po e dëgjon dhe vështirë me nejt në një vend pa lëviz trupi, me gjithë atë energjinë që ka. Si po shkojnë përgatitjet, sa jeni duke shiju procesin, apo emocionet e bëjnë të vetën? Beatrice, të nisë me ty. Shumë mirë, dhe me thonë, jena të punu fort, të mujtë të fundit kena pas shumë punë me ba, shumë punë me konsinju, edhe shumë emocion me majnë të din. Edhe, nuk e di, jena mirë, jena të zbulu çdo ditë në gjatë të re, prej si funksionon Eurovisionin, edhe prej nesh, din se është të navu më provë të re kjo gjatë, po jena të gëzumë. Të gëzuar dhe sigurisht me qenë se është përvojë e parë, e thatë edhe ju, po mësoni edhe për procedurat. Kol, më thuaj, me qenë se kjo klipi zyrtar doli kështu si një qërshim bitor të i fundit nga të gjithë të tjerët, dhe bëri pak të gjithë njerëzit të pyesin, po ku është ky Zjermi, pse s'po delmë, pse s'po publikohet? Kishte ndonjë prapasken për gjatë kësaj, apo jo ndonjë arsye të veçantë? Ishte taktik marketingut. Pra, strategji e bukur kjo. Ne në doli, fakti që doli vonë, sinqerisht në doli shumë mirë, ka se njerëzit u rritë tensioni dhe sa momenti që doli shparthejmë i fjallë. Pra për ne shumë mirë që si ka shku dhe rritesh. A kishit dorë ju personalisht në idenë e videoklipit, në mënyrën se si edhe në ato sekuencat të pamjeve të klipit u dha një mesazh, sidomos ajo pjesa e gazetës, ku po DJ me mbishkrimin në të, me titullin e gazetës, apo i latë komplet një ekipi profesionist me cilin po punonit? Videoklipi ka dy procese. Procesi parë ka kene me disë rëtëshës që ka zgjall me fjallë me cilin kujmi anë. Vizorin, po. Studion që ka një Kube Studios. Kurse idenë artistike në kënë të regjizorit. Po regjizori është bazuar në tekstin, edhe kanga ka i këtë dy faqësime i fjallë, që ka një anë është një mesazh i thjesht, po thona, që është mirësia i njerëzve që është pjesa që kënë Beatrice. Kona tjetër është unë pjesa jeme që parentesi nuk e kam shkruar në bashkëllik Gjeloshi,
Thot që vështirësia me mërit këtë mirësi, këtë gjë kaq thjesht, është vështirë me mërit. E njëjtën gjë njëjtën ide kalon në videoja, që me to nis, prej titullit Zjerm, që ky zjermi që duhet ky zjerm që djeg tanë mendimet e këqija, gjërat e këqija, e një nërtaj është pavarësia në shoqëni që nuk është vetëm në shoqëni shqiptare. Me fjalë tanë këta gjana për me më rritë të këselbi të kja gjana ka që thjesht që është mirësia, duhet një punë e madhe, duhet një vanë zjerën gjanave këqija, nër të tjerave dhe pavarësisë në shoqëni. Vërtet. Beatrice, si unë ndjeve me gjubletën veshur? Të dha ndonjë fuqi kështu? Shumë. Me thonë, në tanë veshjet që kam mundësi me vesh me shkodë elektronike, në tona ka një do me thanje, pëse heri ban mama. Mama jeme atër, ka një vlerë për mu emotive shumë të fort, po plus e di që bana ja për ne, janë tona gjënat me lume shumë dhe në fond. Aja gjubleta është një gjublet i fje modernizume, si muzika jonë, si shkodë elektronike, që ka marrë këngë shkodrani, ka këthy në elektronike, mama jeme merë veshjet tona, traditës tonë, e këthejnë një mënyrë, një geometri fje ma moderne. Atëherë është shumë emocionuse, edhe plus aja gjubleta, dhe me thonë si gjublet koken me pesh i fje të fort, edhe me këcy me të në koken fort e thjesht. Atëherë koken e bukur si emocion, e fort. Ashtë një gjublet elektronike. Fiks që shkon si pas lëvizjeve që Beatrice bën. Kur jemi të këto lëvizjet, janë të komentuar edhe të veçanta, besoj është të vështirë të mos u dalin dhe juve gjithandej njerëzit duke tentuar përfshirë dhe vetën duke tentuar të kap ato lëvizjet, po është e pamundur. Se bëj dot, Beatrice, ti të është dashur shumë kohë ta mësosh, ka diçka për te këtyre lëvizjeve që ti do të thuash, apo vetëm e bukura e artit? Ja, kam do me thanje, është një lloj dance shumë i njohur, ka emrin voguing, edhe është një lloj dance që ka le New York, ka le në për disa, me thonë, në viteve 80, në për diskoteka, jo fort diskoteka, me thonë, të famshme, diskoteka i fje njerëz i fje ma thjesht, edhe është një kësim se kësejnë shumë djemë të vajzat, është një kësim, dhe me thonë, i fje si vamp, nuk dija thot kjo fjallë, dhe me thonë, është nuk e di, është për njerës që kanë andra shumë të mëdha, dhe me thonë më ba modele vogut, ose më ba si Madonna, o më ba shumë vipa, po edhe me exageru i fia gjadin, për që e kam një voguing, për që duket veli si me kanë të ba një gja, atin të qytë syren tonë në gazet, gja kështo. Është shumë simpatik për që unë e kam kalu, për kam kane vogël, kam lejtë tonë kohën para pasyrës të provu, të ba si balerinë dhe mek. Atëherë, kur kena menu e performancën, Sa kohë të desh të mësoje? Po, a shumë e thjesht, dhe thonë... Ma mëso pak vetëm jo, të lutem. Po. A froje dore në gjatë shumë geometrike, froje dore në fytyrës, edhe bane kështu. A froje? Largoje. Qatë bëj me këtë tjetërën? E afrën. Okej. Po, ma ne unë duke sigur më flasë telefon. Po. Alo, shumë mirë. Po, a shumë e bukur, a shumë minimale. Shumë e bukur, ti e zotron shumë bukur, Beatrice. Kam mësuar kolla nga këto lëvizjet? Urna? Kam mësuar kolla, them, nga këto lëvizjet. Po. As një gjo. Më thoni... Për vjetën e mësu gjana të reja. Okej. Më thoni pak për, besoj keni lexuar, keni parë që sondazhet na qojnë në vende të larta, mesazhe gjithandej supportuese, njerëz duke e dëgjuar këngën të huaj edhe shqiptar, patjetër. Si ju bën të ndiheni, do të thot kjo gjë, si e mendoni? Ma përshkruani pak. A ju besoni këtyre? Ju japin do një ndjesi me notat besueshmërie, apo kujdihet? Ja, këta janë shumë besueshëm edhe na fillimisht çuditën sinqerisht për tonë këtë zhurmë që po bëhet online për mikangën. Na bën çefi ditë apo unë. Na krijon një që
duhet me respektu këtë publik kur shkojmë në Eurovision, sepse këtë publik është na çu gjithmonë e më lart, prandaj na duhet me respektu këtë fakt. Këta janë fenomenime kryesore që të vinë kur lexon tan këta komplimente. Por gjithsesi kryesore është çudia. Dhe kur po flasim për gjërat e reja që edhe për ju janë për herë të parë në përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision, edhe një gjë tjetër ka ndodhur për herë të parë, në fakt një përkrahje financiare në një vlerë që nuk ka ndodhur më përpara. Pra është thënë se 150.000 euro janë ndarë për gjithë ekipën. Mendoni se janë të mjaftueshme tani që po prekni gjërat nga afër, sa ka ndihmuar dhe sa çon pesh kjo mbështetja institucionale për ju atje? Atëherë, nuk i dina shumë këta gjana në detaje, por me që di unë është 5 vjet e fundit është dhënë kjo shifër gjithmonë njësoj, mos gabohem. Kjo se gabohem dikush të më korrigjon herë davon. Në kjo shifër bajnë pjesë shumë gjana që nuk e se s'kanë bajnë me ne, por që duhet me harxhu me fjalë. Është një 30.000, diçka e tillë, është thjesht me ushtru për me marrë pjesë në Eurovision. Dikun e kam pa në vitet e kaluara janë harxhu gjithsesi 60-70 diçka e tillë për më shku, për biljetat, për mëndaj aty, gjithsesi Zvicra, kushton me fjalë mëndaj për hotel. Accommodation. 2 javë prova të tanë delegacioni, jo vetëm na. Prandaj nuk janë, prandaj na shumë për këtyre gjëra nuk e dinë se si kushtojnë, por ne na kanë dalë, edhe i falen nëse radio televizioni shqiptar, na kanë dalë por edhe fal edhe Ministrisë të Artit që na kanë ndihmuar për me që paguën atë staging. Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës paguën staging që na bën një agjenci londineze, që ato janë të na përgatita la, nuk kanë marrë për në Berzladit. Nësaj të këti financimit të radio televizionit plus Ministria e Kulturës, ne jena okej, nuk kena. Plus na nuk kena balerina, nuk kena na mjafton Beatrice si balerinë. Qa duhen balerinat kur është Beatrice me atë voging aty të skena? Nuk bëhet fjalë. Për mas me harxhu pare, po këtëse edhe unë mërë që kemi vogë për mas harxhojnë. Tregonit vërtetën, ka pasur njerëz që ju kam pyetur se çfarë jeni ju mes vete, dikush ka menduar se jeni motër e vlla, dikush që jeni kusheri, keni pasur nga këto pyetjet? Po, na kanë pyet. Cila ka qenë më e çuditshmja si kombinim që u kishte shkuar në përmendje njerëzve? Ja kopje, njerë na kanë pyet. Kujtoj që jena qift. E po kjo, po, më thuj. Po, nuk jena, por mund t'jena. Edhe. Kjo puna e renditjes në numrin, pra nga lista të 12 që do ngjiteni në skenë, është dhe kjo strategji marketingu? Si ju duket si numër? Këtë nuk e kena me numër. Por kjo nuk e kena vendos na, por sigurisht, është çështje fati mirë. Fati mirë, le ta përdorim kështu si një jogurt mbar, se 12 është e mirë si numër. A Beatrice, je lidhur me këto, ke ndonjë numër fati që mendon se do të ndihmonte më tepër, apo e kënaqur me 12-ën? Jam e kënaqur me 12-ën, nuk di si thuhet as shqip, as anglisht, e multiplo di 3. Sikur ta dija dhe unë italishtën, do të ndihmoja, po se di. Ashtë okej. E më thoni pak nga Kosova, keni marrë dashni shumë besoj, se u çmendëm neve këtu për zjarm. Në gjithmonë kena pas mundësi me një dashni e Kosovës. Me të tanë vërtetën na herët e parë që kena dalë si Shkodër Elektronike me ba koncerte taman në për Shqipni, edhe në Kosovë. Në Kosovë kena kuptu nuk e di që projekti jonë nështë kishte një vlerë. Pse konceptin e parë që kena ba në Prishtinë, Kosovë, ka kënë të Soma, right? Po. Soma Book Station, edhe
ka kënë hera parë, me thonë për ne në Prishtinë, e nuk kena prita se sa në dinë si grupi vogël që shkote me ba një koncert, 1 orë gjysë, lokali a mush krejt, ka të shfort që kanë met jashtë në këti 300 njerës. Edhe për ne ka kënë, ka kënë gja krejt e qudishme për ne. Edhe energjin që kena, një përshërë që kena shku në Prishtinë, Mitrovice, Prizren, janë koncertet më të bukur që kena pas në jetën tonë, besoj. Sa mirë më vjen dhe besoj shumë që të gjitha këtë mbështetje do ta përkthejmë në mbështetje me SMS edhe në çfarë do formë tjetër që ju duhet për krahja e gjithë njerëzve në këtë garë që shpresat i kemi shumë të mëdha. Çka nëse fitoni? Çka nëse fitoni? Çka nëse fitojmë? Çka nëse fitojmë? Qa do ishte për ju? Pra që ta mbyllim me këto. Po shumë bukur me fitu me ma Eurovision në Shkodër, në pëlqen që janë dakord këtu. Bukur do ishte, shkodrane do kënaqeshin duke mirëprit gjithë Evropën. Beatrice, ke diçka për fund, dua sinqerisht ju them faleminderit që i thatë ftesës sonë, e shijova shumë këtë bashkëbisedim dhe jam e bindur që edhe shikuesit u kënaqën me këto emocionet e juaja, meqense se po shkojmë drejt datës. Faleminderit juve për këtë intervistë, për kohën e sidomos për përsheshin që na keni bën fillim me këngën tonë, të interpretuar. Faleminderit. Ja do e mbyllim edhe me ato, kështu që rrini në linjë ta dëgjoni vetëm shkurt. Kolat, faleminderit Beatrice, ju përqafoj, faleminderit shumë. Ta dëgjojmë zjerm. Zemrën teme, ky minutë të vazhdoj. Njerëz të mirë, njerëz pamën, kërcen fallën shpirë. Jam nan me ti tokajme, tu kam disë të haroj. Jam nan me ti botajme, është me shtrit. Shumë puthje nga Prishtina, mirëpafshim, suksese. Arber, mirëpafshim, ciao. Arber, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Leron, asnjë është jam. I mbeti Kolës pak hatri, po herës tjetër kur ta afrohemi nga data e bëjmë edhe atë pjesën e repit. Do isha edhe unë shumë kurreshtare në fakt vet po, në një stil tjetër. Ti zotron gjitha, kështu që nuk dyshoj se do ta bëje. Okej, kthehemi te diçka tjetër.